Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë jam Gjulia. Në këtë vlog do palos rrobat e djalit edhe do ju flas pak për postpartum, 3 muaj pas lindjes, arbëresh me Tesën dhe me Dajën. I gjoni polosin. Edhe ndërkohë thash po përfitoj unë të bëj videon edhe të palos rrobat ndërkohë. Tu janë rrobat të reja që i kam bler, sepse fale Zotit rritet edhe shpejt rriten kalamajt e vegjël. Kështu që edhe rrobat i ndryshojnë goxha shpesh. Po them unë. Unë ato muajt e parë i kam pas dhurat, kam pasur me vërtet shumë rroba dhurat për arbrin. Por unë fillova t'je blej nga muaji i dytë edhe aty e kuptova tamam, domethënë, thash wow. S'kishim faj kur thonë, më shumë tritet, më shumë, sepse rritem në vërtet shpejt kalamajt e vegjël. Nuk e dija, sepse kur e kanë tjerët nuk e vëre, kupton? Kur ke tatin pastaj, kur e kanë tjerët është diçka e bukur për të parë. Kur e ke tatin pastaj, okay. Kaloka dhe shpejt madje as s'arrita besoj si arritëm të 3 muaj, sinqerisht nuk e di. Tani për sa i përket vetes time, fizikisht, shqyr Zotit, jam mirë. I kam kaluar ato problematikat, ato sikletet që kisha të lidhura me plagën dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Të hera vlegjeni, shumë e lezetshme. E ndjej ndonjëherë kur ndryshon koha, e ndjej goxha. Edhe aty thema, okay, do ndryshoj koha. Kjo varësisht si ka disa persona, për shembull disave dhe me kocka, disave kur në veshët. Unë përveç këtyre, tani kam edhe që më plaga, por është diçka e durueshme, nuk është këtë merr. Por siç tha dhe gjinekologu im, do kohë, jepi kohë vetes, jepi kohë trupit tënd, sepse ka persona që i duhet gjithë jeta të rekuperohen tamam, ka persona që e rekuperojnë në disa muaj dhe ka persona që i duhet 1 vit. Kështu që thjesht jepi kohë trupit tënd dhe ato po bëj dhe jam shumë e lumtur. Duke folur gjithmonë për trupin, të mbaroj me anën fizike. Për sa i përket të peshës, sepse është një nga pyetjet më të shpeshta që marr, unë i kam humbur për të kthyer peshës që kisha para shtatzanis, më mungojnë diku te 4 kg. Tani, para se unë nuk po bëj dieta, nuk kam bërë ndonjëherë dietë në jetime që filloj ta bëj tani, megjithatë sepse duhet të ha për djalin, sepse unë e ushqej me qumësht, kështu që duhet të ha, sepse për ndryshe nuk kam tharë me ashuatrice dhe ngel këtë pushin ndonjëherë. Sepse po s'hëngra, po nuk u furnizova unë i që ke vështirë t'i jap atij pastaj, kështu që si e but kjo. Ta lëm pak veç. Kështu që për të thënë që dietë nuk më mbaj, kundrazi, haç më dali para dhe ç't më hahet në çort, më hahet. Por duhet të jemi të sinqertë për diçka. Unë mendoj se kjo varet shumë nga predispozicioni që kemi si njerëz. Domethënë, nga gjenetika. Që kur ngela shtatzane, nuk mora, domethënë, unë ato 5 muajt e para nuk dalloja shumë, por pastaj edhe peshën që mora, normal se po rritej fëmia, dhe më pati thënë mami im që atëherë do e shohësh, edhe kur pasi të lindësh do i humbësh goxha shpejt kilet, sepse ke trupin tim edhe ju se njihni mamin tim, po mami im që është 55 vjeç dhe është në një peshë që, domethënë, elegante, sepse ashtu është fiziku i saj. Edhe më thotë gjithmonë ti më gjan mua dhe Gjeni, por unë ngjaj më shumë fizikisht, kështu që nuk do kesh probleme. Mbati thënë për humbjen e peshës. Jo që unë e kam diçka të ngulitur në mend, jo do humb peshë, po e kam fjalën që para se të bëhet krahasimi apo dieta gjëra të tilla, është dhe diçka e imja, domethënë është diçka gjenetike, nuk është se po e kërkoj me ngut. Plus, gjë që më ka ndihmuar besoj me vërtet shumë, është e ecura. Unë eci shumë, po shumë. Çdo gjë preferoj ta bëj në këmbë, duke qenë se ku jetoj unë i kam të gjitha gjërat në qytet, nuk duhet shkoj në qytete tjera, në disa distanca pak më larg, disa distanca pak më afër, tu ku jam zhvendosur disa gjëra kam pak më larg, disa tjera kam më afër, por prapë preferoj t'i bëj në këmbë. Marr arbërin në karrocë, edhe ecim të dy. Me Gjeni normalisht kur është edhe ajo. Kështu që kjo më ka ndihmuar për sa i përket peshës.
Po nuk jam në hezitim të ulem aty të brenda kësaj date, brenda këtij muaji duhet se s'bën të hiq peshëm. Nuk jam ai lloj personi, s'kam qenë ndonjëherë dhe aq më pak do bëhem tani. Pastaj, për sa i përket anës psikologjike, po ju e Arbrit, jam mirë. Unë mendoj se ato, siç thoni, 90 ditë pas lindjes janë goxha delikate dhe mund ta them tani duke falendëruar çdo person që kisha pranë, duke falendëruar Zotin që më ndriçoi rrugën, kur i thon, unë jam mirë psikologjikisht, fale Zotit, është diçka që e di, e kam parë shoqërinë time, kam parë persona që njoh që e kanë vuajtur postpartum depression, e di sa e komplikuar mund të jetë, e di megjithatë sa e vështirë është kur ke një fëmijë të sapo lindur edhe të kesh edhe luftë me mendjen tënde. Kështu që ishte diçka që për cilën jam lutur shumë në shtazëni, o Zot lutem, ma bëj të lehtë edhe nuk është thjesht suporti fizik që ke nga personat, është edhe se ajo unë njoh persona që e kanë pasur dhe prapë kanë kaluar, por është mendja, është forca, kështu që, por tani jam mirë. Shqyr Zotit, fale Zotit, jam mirë. Edhe unë jam mirë, jam shumë falenderojse ndaj Zotit që nuk më lejoi të kaloj një siklet të tillë, sepse e di që është diçka e tmerrshme. Kështu që në këtë anë isha mirë dhe tani mund ta vërtetoj, mund ta konfirmoj që jam mirë. Pastaj kalojmë te për sa më përket mua. Kalojmë te biri imi i bukur, Arbri. Arbri është mashallah. Unë e ushqej Arbrin me gji, ekskluzivisht me gji. Surikes, thon italianët, do të thënë kur të doj ai. Kur do ai, në çfarë do ai, në ç'moment moment do ai, unë i jap të pi. Kështu që Arbri ushqehet ekskluzivisht vetëm me gji, nuk bëj mix, nuk i kam dhënë asnjëherë biberon. E kam, por se kam përdorur, sepse gjithmonë edhe kur jam jashtë, nuk kam pasur ndonjëherë siklet, i jap djalit normalisht me delikatesë, nuk është nevoja punë. Me delikatesë, nuk kam pasur ndonjëherë probleme apo siklete t'i jap. Mjafton ai të ma kërkoj edhe unë gjithmonë i kam dhënë. Dhe shqyr Zotit kam patur, qumësh që t'i jap. Edhe kjo ka bërë që Arbri të jetë mashallah. Është një me fjalët ginekologës, me fjalët e pediatrës, është një fëmijë që është mashallah, që po rritet brenda normave që duhet të rritet, për muajt që ka. Kështu që për këtë jo jam të mase shumë e lumtur, siç besoj në çdo nën që e ushqen, qoftë me formul, qoftë me gjërin e vet, që fëmia e vet rritet mirë, sepse i bie që që është çdo gjë është në rregull, kështu që mos të bjem në grackën e krahasimit që e bën jo qumshti, jo ajo. Ai qoftë formul, qoftë qumësh. Edhe shumë, jo, po mbaroj. Se do të pija ju tash shumë. Okej, se jam po flas për Arbrin. Për sa i përket milestone-ave, Arbri ka zbuluar të shpreh gjitha emocionet që ka nga e nxehura, nga i qeshura, nga gëzimit të gjitha gjërat, me zë bën gjithë soundet të mundshme. Atë kishte filluar të me vërtetë që 2 mujorsh, tani 3 mujorsh është në potencialin maksimal të zërit të vet. Kështu që ndonjëherë ta mos Zoti i Madh bëj që të flasi sa më parë, se më duket sikur vuan, nga që do të shpreh shumë gjëra, do të flasi shumë gjëra, si gjithë kalamajt besoj. Edhe përveç kësaj, ka filluar tani të kapi gjërat. Çdo gjë që sheh, çdo gjë që kap, me që ja vën para, e kap kështu, normalisht nuk e mban që të ketë ndonjë forcë kështu, i kap, ka filluar fiksa të periudhën tani që çdo gjë do ta eksploroj vet. Duart e veta ka mbi 1 muaj, unë besoj se pa mbushur tamam 2 muaj i fustë të duart tani, përpara fuste vetëm gishta, tani gjithë duart mundësisht të arrit deri të bruli, them do i fusi në fyt ndonjëherë. Edhe pediatra thash, normale sepse kështu bën gjithë kalamajt për të eksploruar botën. Edhe tjetër,
E pata çuar dhe e çova dhe te një osteopata, ai për ta ndihmuar pak sepse Arbër kishte preferencën e një ane, t'jasta më duket. Edhe se tani s'po. Kishte preferencën e një ane, edhe për ta ndihmuar që jo se nuk kthej nga të dy anët, por kishte më shumë qef të rrinte nga ajo ana dhe thash të shohim njerë nëse është ndonjë diçka që duhet rregulluar apo është thjesht normale. Më dha 1-2 ushtrime për t'ia bërë, edhe tha, je në rregull, sepse nuk është diçka madhore. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Edhe ato po ja bëjmë, edhe do të që kam zhvilluar që i pëlqen kur i bën ato ushtrime dhe zhvillojnë faktikisht më shumë, sa që kam filluar t'ia bëj pak, edhe ai sikur i shtyn trupin e vet do të filloj tani të bëj kështu. Që thash wow. Për sa i përket pastaj gjatësisë të peshës, siç e thash në fillim, është mirë, është për mashallah, rritet vjetër edhe nga rrobat që rritet dita ditës. Edhe kontrollin e radhës tani e kemi pas një muaji e pak, se tha ajo, nuk do e bëjmë në krye të muajit, do e bëjmë pas një muaji e gjysmë për të parë pak si ecën, duke qenë se zhvillimi është shumë mirë. Edhe kaq. Besoj të kemi gjë tjetër për të thënë, për sa i përket Arbërit. Mendoj që unë jam në këtë pikë të jetës time, këpadi më pëlqen vërtet shumë. Jam në këtë pikë që kam kuptuar që unë kam dashur gjithmonë vajzë, kush më njeh, por që duke rritur Arbrin, duke u zgjuar çdo mëngjes me buzëqeshjen e Arbrit, duke lozur me të, duke dhe mos Zot, kocton Zoti e di më mirë, Zoti e di çfarë të sjell. Jam e mrekulluar për atë që ka dhënë Zoti, them. Nuk e di si do kisha qenë me vajzë, nuk e kam haberin, por të kesh një djalë që në ka bekim, nuk e di, ore të bën për vete është, nuk e di, thonë që çunat janë për bëjnë shumë pas nënave, të vegjël normalisht, të mëdhenj varet, pastaj po flasim për tani për voglin, edhe janë kështu dhe më thënë, kur keni parasysh atë ndjesin që të shet ty edhe buzëqesh kur i ndriçon bota e, aty të mbushet, nuk e di, mbushet zemra, thu, wow, kam bërë diçka okay në këtë botë, në këtë jetë që Zoti më ka bekuar kështu. Për sa i përket pastaj gjumit, aty kemi çik punë. Ju them të vërtetën, nuk i kam krijuar akoma një rutinë, jam munduar, por do akoma një çik punë, besoj. Po mundohem unë, se e di që konsistenca është, domethënë, ta bëj vazhdimisht, është do sjellë rezultate, është gjë e mirë, kështu që ata po mundohem të bëj. Por nuk ju them që o Zot flesh, no. Është besoj gjëja që më shumë po luftoj, sepse është goxha fëmijë aktiv, mashallah, edhe duket sikur po ta vëj në gjumë, ka FOMO, fear of missing out gjërat, edhe nuk ka shumë qef të flej. Por kjo bën që gjatë kohës që është zgjuar, të bëjmë shumë aktivitete, edhe kjo bën që ai të zhvillohet më shumë edhe e marr në këtë mënyrë i zgjedhim anën pozitive. Unë gjitha tani për t'ju dhënë një këshill të shkurtër, mos i krahasoni kur fëmijët të juaj me trashëgiminë në rrjetet sociale asnjëherë. Fëmia im ka ecurinë e vet, zhvillimin e vet, dikush tjetër ka të veten, çdo gjë është komplet eksperiencë personale, çdo gjë është me ritmin e vet, asnjëherë nuk duhen krahasuar kalamajt. Një këshill, nëse doni të bleni veshje për kalamajt, shkoni te OVS HM-ja dhe Kjabi, nëse keni të zonat e juaja, sepse i kanë material të mirë, edhe janë të lira, sepse tani keni ulje sidomos te OVS-ja, domethënë. Por te Kjabi, një këshill, merrni pak më të mëdha, sepse ato veshin vogla, domethënë nuk janë true to size. Kështu që gjithmonë size up, merrni diçka më të madhe që t'i rri, sepse kanë tendencën të jenë pak më të vogla. HM-ja janë mjaftueshëm true to size. Kaq ishte, ky ishte zhvillimi im dhe i Birit në këtë 3 mujorësh. Uroj sinqerisht, siç thash, mos të bëhen krahasimet, sepse çdo fëmijë është i veçantë edhe ka ecurinë dhe ritmin e vet. Ne tani bashkë do shihemi në vlogun tjetër me Xheni dhe në update-in e videos së radhës, pastaj besoj nga fundi i prillit me mua dhe me Arbrin. Arbri me emër, unë fizikisht do vë këto në vend edhe të shkoj, sepse po më thrasin sa që pati të zjetë e daja.
Kalofshimje.